لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مواقب لله أواب شكور طوبى لكل مواقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مواقب لله أواب شكور طوبى لكل مواقب لله أواب شكور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Musliman të nderuar, keni rastin të shikoni dhe dëgjoni hutben e cila është mbajtur në xhamin e Vizvegut në datë i pari muaji 8 2003, të cilën e ka mbajtur hoxha i nderuar Shukri Aliu. Ju dëshirojmë të kaloni çaste të këndshme dhe i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të kemi dobi nga kjo që dëgjojmë dhe shohim. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد vëllezër nderuar, pas falëndrimit dhe lavdrimit që ja bëjmë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe përshëndetjet, salavatet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe familjes së tij, vazhdojmë me temën të cilën e kemi përgatitur për ju këtë ditë. Ajo është kuptimet e fjalës fitore në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër nderuar,
historikisht çdo popull dhe çdo njeri, qoftë prej pejgamberëve, apo prej ulemave, apo prej mendimtarëve, apo prej njerëzve të thjeshtë, i cili është mbështet në Allahun subhanahu wa taala, jo në tjetër kënd. Vetëm në Allahun subhanahu wa taala e ka plotësu besimin e tij dhe ka kërku ndihmë vetëm nga Allahu subhanahu wa taala dhe nuk është mbështet në njerëz dhe ka kërku mbrojtje në Allahu subhanahu wa taala, gjithmonë i ka ardhur ndihma Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu nuk e ka lënë pas dora. Gjithmonë, asnjëherë nuk është si kjo. Vetëm se njerëzit kanë problem në kuptimin e fjalës fitore dhe ndihmë, për shkak se nuk e kuptojnë fjalën fitore dhe fjalën ndihmë, se në çfarë mënyra zbret ndihma e Allahu subhanahu wa taala mbi një njeri apo mbi një popull. Fitoret dhe ndihma e Allahu subhanahu wa taala kur zbret për mbi një njeri apo mbi një popull apo mbi një pushtet, ka mundësi me kon e lloj-lloj. Kurse njerëzit e dinë vetëm një lloj, fatkeqësisht. Andaj shpesh herë dëshpërohen nga veprat e tyre dhe i hupin shpresat në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj kësaj radhe do t'i përmendim disa lloje të fitoreve dhe ndihmave të cilat vijnë nga Allahu subhanahu wa ta'ala e që Allahu i ka përmendur në Kur'an. Nga se është e pamundur që Allahu mos me ndihmu miqve të vet, pasi që e ka emrin e tij Nasir, ndihmues, vetëm për besimtarët, jo për tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë emër e ka vetëm për besimtarët, nuk zbret ndihmë mbi jo besimtarë. Asnjëherë nuk zbret ndihmë mbi jo besimtarë. Atë çka e fitojnë jo besimtarët, e fitojnë me durët e tyre, me atë çka u ka dhënë Allahu, por nuk zbret Allahu me lek me ndihmu asnjëherë. Këtë e bën vetëm për besimtarë, dhe këtë emër e ka vetëm për besimtarë, dhe këtë vepër e bën vetëm për besimtarë. Dhe ka thonë, وَلَقَدْ حَقَّتْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ عَلَيْنَا حَقًّا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Dhe për neja kemi bë obligim vetes tonë ndihmën ndaj besimtarëve. Atëherë, cilat janë llojet e kësaj ndihme? Lloji i parë i fitores apo ndihmës Allahu subhanahu wa ta'ala është nasrul izzati wat tamkin. Është fitoria e ngallënimit dhe fundimit. Allahu subhanahu wa ta'ala u jep këtë durat, këtë ndihmë besimtarëve, por me kushte. Nuk ja jep çdo herë, por ka ndonjëherë edhe e vonon, mirë po prap fundi është i besimtarëve. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë lloj ndihme ja ka dhënë disa pejgamberëve, pas ja ka dhënë të gjithëve. Nga se siç na ka përmendur Allahu në Kur'an, prej Beni Israilve kanë mbyt pejgamber, kanë vdek pa fitore, si ka dhënë pushtet as sundim, mi po kanë vdek, si thuhet humbje. Ka pas prej pejgamberve që e kanë pasu një person ose dy, pushteti e ka pas kafirat, nuk ja ka dhënë Allahu gjithë pejgamberve. Andaj Allahu në Kur'an na flet se disa pejgamberve ja ka dhënë këtë pushtet. Prej tyre është Daudi dhe djali i tij Sulejmani. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. Dhe Daudi e mbyti Xhalutin, mbretin e kufrit, dhe Allahu i dha sundim Davudit dhe i dha urtësi, diturit. Pastaj thot: وَكُلًّا, dhe thot edhe Davudit edhe Sulejmanit, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Edhe Davudit edhe Sulejmanit, që të dyve kemi pas dhënë sundim dhe diturit. Kjo nuk u shkon të gjithë pejgamberët. Këtë lloj sundimi ja ka dhënë edhe Musait. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ. Ne dhe e shkatërruam krejt atë çka përgatit ke Firauni. Firauna wa qawmuhu. Firaunu huwa qawmuhu. Atë çka e përgatiti Firauni dhe populli i tij, ne e shkatërruam. Po ashtu thot Allah, këtë fitore ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah pushtetin dhe sundimin duke qenë ai gjallë. E pastaj pas vdekjes tij ja dha shokëve të tij dhe i xherun tokat e muslimanëve në lindjen perëndim, veri edhe njug. Madje pe Allahu subhanahu wa ta'ala çastet e përfundimit jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i bani shenjë fitores tij. Fa idha jaa nasrullahi wal fath, kur vjen ndihma e Allahut dhe fitoria e tij, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
dhe i shef njerëzit se si hinë në fejnë Allahut grupe, e fagja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ti Muhammed, atëherë lavdroja Allahun dhe falendëroja atë dhe kërko falje nga ai. Do të thotë se ka ardhur vdekja. Innehu kana tawwaba, se Allahu është falës. Thot Ibn Abbas radiallahu anhu, djali i mijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo ka qenë shenjë për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin." Fjala jon e hershme, premtimi jon i hershëm ka qenë për robrit e ton pejgamber, annahum lahumul mansurun, se ata do të janë fitus, wa inna jundana lahumul ghalibun, dhe ushtria e jon ata janë fitus. Do thot Allahu subhanahu wa taala ka premtu dhe ja ka dhënë dikujt për besimtarve, dhe ja ka dhënë dikujt për pejgamberëve, po jo krejt këtë lloj fitore, po asnjë nga pejgambert nuk e ka lënë pa i ndihmuar. Të gjithëve ju kanë ndihmu, të gjithëve ju ka dhënë fitore, mi po fitoret nuk janë të njëjta, disa i kanë ngrit me këtë lloj fitore. Ka pas fitoren të jetë tjetër, për fitoreve që ka Allahu a ka dhënë pejgamberëve, ndonjëherë ka thënë që Allahu ka shkatruar një popull dhe e ka mbrojtën miqtë e tij. E ka mbrojt pejgambert dhe popullin e tij që e ka pasu. Allahu subhanahu wa taala na flet për Nuhin, nuk i dha pushtet të cilën i dha pejgamberit Musait, Davudit dhe Sulejmanit, po i dha një pushtet tjetër. Nuhi alayhi salam, kur e po veten e tij dobët para pasuzve iftarëve të shirkut dhe të kufrit, sa Allahu na përmend fada'a rabbah, ju lut Zotit vet. Inni maghlubun fantasir, on jam i mundër, më kanë mujt, ti më ndihmon mua, fantasir. Fafatahna al abwab as-sama'i bima'in munhamir, dhe ardhima e Allahut pa e prit, shumë shpejt, i hapum dirët e qiellit dhe elshum ujin e vrutshëm. Wa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir, wa fajjarna al-ardha uyuna, dhe tokën e hapëm me burime, me ujra, filloi toka me lshu uj. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, dhe u taku ujti i qiellit dhe i tokës në vendin e caktuar. Në vendin e caktuar. Wa hammalnahu ala alwahin wa dusur, dhe e mbajtëm e rujtëm Nuhin në anije prej drasave dhe shtyllave. Ndihma Allahu subhanahu wa taala jo sikur ndihma e tjera. Në thot Allahu subhanahu wa taala llojet ndihma të cilat i zbret nuk janë të njëjta. Andaj do pejgamberi ka dhënë ndihmë tjetër dhe sundim, e disave ju kanë ndihmu në këtë mënyrë. E treta është fitoria e akides besimit. Në këtë lloj fitore ka mundësi mu vra pejgamberi. Vdes pejgamberi, mbet besimi. Fiton besimi. Kjo është lloj fitore tjetër çka Allahu ja ka dhënë disa pejgamberëve. Nuk ja ka dhënë krejtëve. Apo në këtë lloj fitore vdes dietari, mbet besimi i tij, thirrja e tij. Vritet thirrsi, mbet thirrja e tij. Vritet mujahidi, mbet thirrja e tij. Puna e tij dhe vepra e tij. Kjo është fitoria lloje tjetër çka Allahu subhanahu wa taala ja e besimtarve, e të cilën besimtarët mendojnë se është humbje. Përkundërshëm, Allahu thot: "Wa tilka al-ayamu nudawiluha bayna an-nas." Ato janë ditë të cilat na i rrotullojmë dhe wa nattakhidhu shuhada wa yattakhidhu minkum shuhada, dhe me ato ditë që i rrotullojmë na, prej juve zgjidhni shahida. Dhe kjo është fitore. Do të fitoria e akides, fitoria e besimit mbet, dhe kjo është fitore. Kjo ka ndodhur me popull. Allahu subhanahu wa ta'ala na flet për një popull që ka ndodhur kjo. Së pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Muslimi, na flet për një djalë të ri, i cili ka jetuar me një kohë, e që mbreti i asaj kohe ka qenë prej mushrikëve, jo besimtar. Dhe ky djalë i ri ka vazhduar me davetin e tij,
me thirrjen e tij, e pastaj mundohet mbreti ta mbyt në disa lloj munira e si arrin qëllimet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëron se çfarë ka vepruar ky djalë i ri. I thot mbretit, nuk ke mundësi të më mbyt mu, hatta amurka bi shay, derisa të urdhnoj me vepru diçka. Shikoni krenarin e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith na flet për këtë djalë të ri, i cili i thot mbretit, s'ke mundësi më mbyti mua derisa unë të urdhroj ti çka më veprua. Unë të mësoj ti çka më veprua, në atë mënyrë ke mundësi më mbyt. Sa mbretin trego, çish ka mundësi unë më të mbyti? Për më mbyt sa ti mu, dosh me marr me mblidh për një trup, një druni. E pastaj me marr një shigjet prej shigjetave të mia, prej strojës teme. E pastaj thush në emër të Allahut, Zotit këtij djaloshit. E kur gjujsh, ke mundësi më mbyt. Për ndryshe, ke mundësi më mbyt. Po, të ta bësh këtë, do është të mbledhësh njerëzit në një vend dhe këtë ta prezentojnë këtë rast. Veprojnë mbretin këtë mënyrë. E mbledhi gjithë njerëzit dhe mor këtë djaloshin e lidhi për drunin. E pastaj ja mor një shigjet prej shigjetave të tij. Edhe tha, Bismillahi Rabbil Ghulam, në emër të Allahut, Zotit këtij djaloshi. Dhe gjujti e pastaj e mbyti. Thanë populli, të cilën ai djalosh e kish për qëllim, kish qëllimi i tij me arrit, nuk kish qëllimi i tij jeta e tij. Qëllimi i tij ishte mi tregu njerëzve se kush është Zot dhe se mbreti nuk është Zot. Thanë njerëzit, amanna bi Rabbil Ghulam, po besojmë Zotin e këtij djaloshit edhe na. Se s'pat mundësi mbretis në asnjë mënyrë, këtë popullata e dishin se s'pat mundësi me mbyt në disa herë dhe e mësoj këtë djalosh. Erdhën të mbreti dhe i thanë, ka ndodhur një vepër e keqe, një vepër për të cilën deri tash je mundu me e pengu. Ajo është besimi i popullatës, besuan të gjithë në Zotin e tij djaloshit të cilën ti dashë me mbyt. Tha, hapni hendeqe në rrugët e Medinës, qytetit. Hapni hendeqe në rrugët e qytetit dhe hudhni në ta dhe ndezni atë qitni lanë djegse në ta dhe ndezni zjarrin dhe kush nuk kthehet nga feja e tij djaloshit hudhni në zjarr. Dhe ashtu veprun Allahu subhanahu wa ta'ala në flet për këtë popull dhe ka zbrit një surë në Kur'an i thuhet suratul Buruj. Thot Allahu والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود تشتي vazhdon قتل أصحاب الأخدود vran ata të hendeqeve flet për këtë popull të cilë është dukun ashab al-ukhdud an-nari dhati al-waqud zjarr me lëndë djegëse të cilën e kallën e ndezën an-nari dhati al-waqud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود dhe ishin ulur mushrik për rreth këtyre hendeqeve dhe i shikonin se si po digjen musliman, se si po vdesin musliman. والنار ذات الوقود وهم عليها شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Nuk ishte kjo hakmarrje dhe kjo urrejtje ndaj besimtarëve vetëm se kishin besuar në Allahun gabimtarin dhe falëndëruari, vetëm se kishin besuar në Allahun. Illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard, cilët i takon sundimi e qiellit dhe i tokës. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Allahu është dëshmitar, është pa gjendën se çfarë po ndodh. Ndodhi kjo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i morën dhe fillun të hudhin zjarr, erdhi një grua me foshnjën e saj në krah dhe mbet e luhatën, të hudhen në zjarr apo mos të hudhen. Të ndalem të bëj, të bina të çka po kërkojnë, të bëj të them fjalën e kufrit, ta shpëtoj fëmijën dhe veten, apo të hudhem në zjarr. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë rast mundet që bën ndonjë vepër për me mbrojtje mikun e vet, e bën ndonjë vepër të mrekullueshme
dhe e bën besimtarin mu përshëndru. I dha leje moshnjës të flet, tha ojnë Naima, poshnja, bën sabër. Dhe hudhu, si jenë të vërtetën. Dhe ndodhi ajo, çfarë ndodhi? Allahu subhanahu wa ta'ala flet. Alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, ata që i sprovun këtë mënyrë besimtarët dhe besimtarët. Thumma lam yatubu, dhe nuk u penduan. Falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Kanë për shpërblim xhehenemin dhe dënimin me zjarr. Njëjtën al-jinsu min al-amal al-jaza'u min jins al-amal, shpërblimi sipas llojit veprës. I dënuar me zjarr, Allahu po thotë do t'i shpërblejë këtë mënyrë me zjarr. Tash Allahu na flet për një fitore të këtyre besimtarëve, se në shikimin e besimtarëve dhe në shikimin e mushrikëve, besimtarëve të sodit dhe në shikimin e mushrikëve të asaj kohe, kjo që ndodhi me besimtar, që u hodhën në zjarr dhe vdesën dhe mbet besimi dhe vrasja e këtij xhaloshit për hir të këtij besimi dhe për hir të kësaj thirrje, llogaritet humbje. Përkundrazi kjo është në peshorën e Allahut dhe në peshorën e besimtarëve të sinqert, të cilët e kanë kuptuar dinin e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fitore dhe fitoria më e madhe. Allahu thotë: innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ata të cilët besojnë dhe veprojnë vepra të mira, për ata ka xhennetin të cilën rrjedhin lumen. Tajri min tahtiha al-anhar. Dhalika al-fawz al-kabir. Dhe kjo është fitimi më i madh. Kjo është fitoria më e madhe. Kështu Allahu subhanahu wa taala ndonjëherë ndihmon besimtar. Kur ta kuptojmë këtë, atëherë e dimë se besimtar gjithmonë që kanë fitore, asnjëherë në humbje, nëse ju vonohet pushteti, s'do të thotë se janë në humbje. Përkundrazi Allahu aty ju dhon një fitore tjetër, të cilën ja ka dhënë ashabul ukhdudit këtij populli. Edhe kjo është fitore. Edhe kjo është fitore. Në këtë mënyrë Allahu zgjedh prej popullatës, prej besimtarëve shahida, don prej neve vepër dhe na shpërblen dhe na jep një fitore, atë fitore të cilën ka dashur mi ia dhon ndonjëherë pejgamberëve. Ndonjëherë pejgamberëve siç thon nuk ja ka dhënë sundimin, ja ka dhënë shehid llokun, ka mundsi prej robërve vet mi dhon sundim, por ka mundsi me dhënë edhe këtë lloj fitore tjetër shehid llokun, asnjëherë mos u dëshpëro. Se kjo është fitore, asnjëherë wa kana haqqan alena nasrul mu'minin. Dhe është hak për neve. Vajib fardhja kemi bo vetës, Allahu subhanahu wa ta'ala thotë mi ndihmu besimtarëve. Dhe kjo ndihmë vazhdimisht Allahu e ka pas këtë cilësi, se ai është ndihmuesi besimtar. Asnjëherë nuk i ka mungu. Para se mi kriju qiellin dhe tokën, Allahu ka qenë nasir ndihmuesi besimtarëve. Edhe tash është ndihmues, mi po kjo ndihmë që i vjen besimtarëve, mbara se çfarë don Allahu me ju ofrua. Andaj asnjëherë nuk janë humbje. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala ka sprovu prej besimtarëve dhe këtë mënyrë ju ka dhënë fitore, disa. Dhe ndonjëherë këto njerëz të cilët në këtë mënyrë i nderon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ju jep këtë lloj fitore, veprojnë një punë me këta, shkat mujnë me vepru sikur më i dhon Allahu me mija vite jetë. Me mija vite. A djali i ri, për të cilën na ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me bon një popullat komplet besimtar, kush e disa vjet ju kishte dashur. Mi për kur vdes për hir të asaj akidës besimit të cilën e kishte, për një çast, një popullat u bë besimtar. Fjalimet e tij nuk ishin më të mëdha se sa fjalimi i fundit i jetës tij të cilën e dha. Vdekja e tij ishte fjalim khud beligjerat për popullatën, çka s'kish mujt me dhon dashata në jetën. Siç ne ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë rast se ki din është i shtrenjtë, se ki besim është i shtrenjtë, me këtë hadithën, me këtë rastin e këtij popullate që ka ndodhur, dhe se për këta thirrsat, dietarët dhe besimtarët e mujahidat, të gjithë do të më dhonë për hir të kësaj thirrje, me dhonën shpirtin e tyre dhe pasurinë e tyre. Nga se kjo është fitore. Nga se kjo është fitore, nuk është humbje, dhe kjo është prej fitoreve më të mëdha. Keni dëgjuar nga jeta, historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se çfarë ka ndodhur me sahabët dhe si Allahu i ka ndihmuar. A nuk është miza e tij Hamza, që Allah subhanahu wa taala në luftën e Bedrit ja dha këtë grad? A nuk është shoku i tij Abdullah ibn Rawaha, se Allahu ja dha këtë grad? A nuk është Zaid ibn Harith, që Allahu ja dha këtë grad? Po,
Allah subhanahu wa taala u dha tyre këtë gradë dhe kjo ishte fitore për ta. Një prej mendimtarëve musliman i cili kishte jetu një jetë të gjatë gjahiljetit në Amerikë. Kishte jetu një jetë gjatë gjahiljetit në Amerikë. Si student, derisa dashja Allahu ta udhëzon në Amerikë. Ka qenë Sejid Kutbi rahimahullah. E pastaj u kthi për vendin e tij. Dhe filloi ta flijon veten e tij për hir davetit. Dhe t'ja ban qartë besimtarëve, të cilët i kishë mbulu ignoranca, dhe t'ua ban qartë zullumçarëve tokës. Se inni l-hukma illa lillah, amara alla ta'budu illa iyah. Se gjykimi është ibadet dhe nuk ju bëhet vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Dhe sistemet nuk guxojnë me ndrua përveç ata që ka zbrit Allahu për 7 kaqira. Kur'anin me atë veprohet. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. E kush nuk gjikon me këtë ligj, ata janë mushrik, ata nuk janë besimtar. Dhe se arbitrimi në ligje tjera të cilat nuk i ka zbrit Allahu me dëshirë janë kufër, janë mosbesim të nxjerrin nga dini i Allahut. Veproj një kohë gjatë për këtë. U burgos e mënkon u dënu me vdekje. Pas vdekjes ti, librat e ti u përhapën ma shumë se sa kur ishte gjallë. Pasi që e dha shpirtin për këtë çështje të besimit, për këtë akide, Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi atë shka s'ja kishte mundsu tan jetën e tij, ku ai ishte në burg dhe ishte nuk ju mundsonte asnjë mënyrë me i fol popullatës dhe me i tregu këtë çështje se mos besim është nëse dalim nga ky shariat. Po besim Allahu na ka obliguar të kthehemi në këtë din, në këtë shariat që ne ka zbrit. E pastaj u dënu me vdekje. Thot një prej komunistave i cili ka jetuar në atë kohë në burg, ka qenë kohën e tij, ka thonë kisha dëshirue kishta vdek, qysh ka vdek Sejid Kutbi, e të ishin përhap librat e mia, qysh janë përhap të ati. Po Allah subhanahu wa taala ka refuzu një komunisti mi u përhap librat e tij. Allahu dën besimtarëve miqve të tij, që tregojnë njerëzve besimin. Allahu ka premtuar ndihmë këtij dini, jo dinit komunista. Dhe Allahu përhapi derisa ton në Beirut librat e tij fillun edhe krishterët me i botu. Kështu Allahu kurdon. Inna Allah yarfa hadha ad-din bi rajulin fajir. Allahu e ngri këtë pendë njëra me njerin e postër të keq. I ban krishterët me i botu librat e muslimanëve. Dhe përhapi Allahu subhanahu wa taala davetin e tij. Dol nga burgu para vdekjes dhe i tha disa fjalë. I tha besimtarëve, të cilën s'ka mund as të fjalë mi apengue. Ka dash Allah që këtë fjalë këtë besimtarëve, ai në Egjipt u jetu në Afrikë, ju kanë ardhur muslimanëve në Evropë, se çfarë ka thonë ai para vdekjes. Tha akhi anta hurrun wara as-sudud, o ti vëlla. Se le të mendojnë se burgi është i keq kur është për dinën e Allahut dhe mendojnë se më i mirë me jetu i lirë e në nëzbun se sa në burg me fjalën e Allahut. Akhi anta hurrun wara as-sudud, o ti vëlla im, sa ti je i lirë edhe kur je pas murave, nga se ki besim, ke iman, je i lirë edhe pas murave. Akhi anta hurrun bitilka al-quyud, o ti vëlla im, ti je i lirë edhe nëse ti kanë vru prangat. Edhe nëse ti kanë vru prangat, ti je i lirë se je Rabbi Allahu, si e bo Rabbi njerëzve. E kush bëhet Rabbi njerëzve, ai është i burgosur. Ai është nuk është i lirë, ai është sklav. Ai është Rabb. Jo ai është Rabbi Allahut, ai ka lirinë e plot. Akhi satabidu juyushu ad-dalam, Allahu em. Para vdekjes po i thot, hiç po dëshpërua, do të përfundojnë ushtritë e zullumit. Satabidu juyushu ad-dalam, wa yashriqu fil kawni fajrun jadid. Dhe do të agon një ditë në këtë botë, do të agon një agim i ri. Dini Allah subhanahu wa taala. Edhe pse ndonën sot e kanë mushrik sunnimin. Wa yashriqu fil kawni fajrun jadid. Edhe në botë do të agon një ditë një agim i ri. Akhi in mutna nalqa ahbabana, o ti vëllaim,
nëse vdesim i takohemi me dashurit ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Farawdatu Rabbi uiddat lana, nga se botet e xhenetit janë përgatitur për ne. Wa atyaruha rafrafat hawlana, ndërsa për rreth neje fluturojnë shpendit, fatuba lana fi diyar al-khulud, pra dhe për neve në shtëpinë e përhershmërisë. Dhe do thot, kjo është një lloj fitore, një lloj ndihme që Allahu e zbret mbi besimtar dhe i zgjedh se ku t'ja jep këtë lloj fitore, nuk ja jep secilit. Se sa? Se fitore e parë, a janë sundimi në tokë, e ja ka thonë disa pejgamberëve, e disa sahabëve, dhe ka pas mundësi Allahu më dhon edhe më tepër, por nuk ja ka thonë, nuk ka dashur. Ka mjaftu, Allahu ka përgatitur diçka tjetër. Ka pas me ndryshu, ka pas mundësi me ndryshu edhe historia. Nga se këto njerëz me jetën e tyre në këtë mënyrë që veprojnë, jo vetëm se lëvizjet i ndryshojnë. Ndonjëherë edhe historia janë shkak që ndryshojnë lëvizjen, rrotullimin e historisë e kthejnë ndryshe me rrjedh. Tot Uqbet ibn Amir, sahabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili udhëhej ushtrinë, e që Allahu i kishte dhënë sahabëve këtë lloj fundimi të parë se në përmendëm më herët, e ki prej komandantëve musliman ishte ndalë para oqeanit Atlantik edhe thoshte dhe ta, ja Bahru, o ti deti me kali, undalë, mbrek det, undalë dhe ta, ja Bahru, o deti, lau a'lamu anna wara'aka ardun le khuttuka bi farasi. Si kur ta kisha ditë se ka pas teje do një tokë tjetër në të cilën adhurohet tjetër kush, përveç Allahut kisha kalu me kali. E ndali unë shtrinë e vetë, nuk e kaloj, se nuk e di që a ka tokë pas asaj, apo nuk ka. Si kur ta kishte ditë, dhe si kur tja kishte dash Allahu me mundësu ati, historia kishte ndryshte kishte qenë. Kishte hi me kali e kishte kalu. Me bashku ushtrinë, pa ndali ushtrinë e vetë me kuaj dhe vetën e ti, ta si kur ta kisha ditë që ka tokë tjetër, pas këti deti, adhurohet tjetër kush përveç Allahut, do ta kisha kalu me kalin tim. Mi pa Allah subhanu wa ta'ala ka përgatitur diçka tjetër, ursit, wala yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Dhe ai nuk pyetet se çfarë vepron, ndërsa ju njerëzit do të pyeteni për çdo vepër çka veproni. Si është prendimët Allahu subhanahu wa ta'ala apo prej fitorave, se Allahu subhanahu wa ta'ala i mbron besimtar nga dredhit e mushrikëve. Edhe kjo ndihma Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ka ndodhur, e thonë Yawmur Rajia, një ndodhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zgjedhur një shok prej shokëve të tij me një grup sahabëve dhe kishte dërguar për nga Mekka për qiku me bo një vazhgim. Dhe udhëhet se këtë grup sahabëve Asim ibn Thabit, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po mushrikët e Mekkës kishin kuptuar se kur kanë bërë sahabët, kjo grupe sahabe në mes vendit Mekke Asafan, kishin dëgjuar se ka ardhur e kanë lajmëruar dikush prej mushrik se ka prej shokëve të pejgamberit se kanë ardhur këtu, janë do bëj vazhgim. Edhe është lu 100 veta nga mushrik luftar që t'i lipin, nërsa këto ishin disa vetë. O nisën me i kërku dhe me një vend i gjetën disa gjurëm, disa kokrat hurmës që i kishin lanë, dhe nga kokrat e hurmës e diktun e njohën se këtu pas ka njerë që ka natë prej Medinës, se hurmët prej Mekkës dhe Medinës daloj. E i dalun, sa në këto kokra nuk janë kokrat Mekkës, janë kokrat Medinës dhe këtu ka njerë. Dhe fillun që shkojnë brapa. Sahabët hipën me një vend të lartë, ndërsa erdhën mushrik dhe i rrethu. Kërkun që dorëzohen dhe janë premtimin se na nuk ju bojmë asgjë, nëse dorëzoheni. Asim ibn Thabit, ki shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe komandanti i këtij sahabëve të cilët ishin në atë grup, tha, unë nuk pranoj me zbritën nën premtimin e mushrikëve, nga se nuk ju besoj. Dhe luftoj deri në vdekje, dhe vdiq. Disa prej sahabëve u dorëzuan. Mushrikët e Mekkës Kurejshit,
dëshin mu siguru ashtë I vdekur Asim ibn Thabit, apo vetëm është fjalë e atij fitit Hudhejl, se cilët kishin thënë se kemi mbyt Asim ibn Thabitin. E qunë disa njerëz dhe thanë, nëse doni me vërtetu, me na siguru se vërtet e keni mbyt, atëherë na bjeni një cop trupi, një pjesë trupit të këtij Asim ibn Thabitit, na atëherë ju besojmë se vërtet e keni mbyt. Shkuan ta marrin një cop, një pjesë trupit, një gjymtyr dhe t'ia bin mushrikëve që thonë se ja, kjo pjesë e trupit, se kjo është argument se ne kemi mbyt. Allah subhanahu wa ta'ala e çoi një re dhe e mbrojti trupin e tij. Nuk I lejoi me marr, s'patën mundësi mu afru. E mbrojti Allah subhanahu wa ta'ala. Nga se Asim ibn Thabit para vdekjes sa, o Zot, lajmëroje pejgamberin se çfarë është ndodhur me ne. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I lajmëroi sahabët se kështu edhe kështu ka ndodhur me Asim ibn Thabit. Dhe pas vdekjes dëshën me marrë një pjesë trupit tij, Allahu e mbrojti, nuk e lejoi. Allahu e mbrojti besimtarin pas vdekjes trupin e tij, nga se ai kishte premtuar në jetën e tij, kishte thënë se kurrë në jetën time nuk e preki me dorën time ndonjë mushrik. As nuk lejoj mushriki me mprek mu. Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë premtim që e kishte dhënë që gjatë jetës tij, ja mbrojti në trupin e tij pas vdekjes. Nuk e la ta prekin trupin e tij. Dhe mbrojti sa Omer radhiyallahu anhu kur dëgjoi këta, fa kana yahfizullah fi hayati fa hafizahu Allahu ba'da wafati. Ta e ka pas kujtu Allahun kur u kanë gjallë, e Allahu e kujtoi pas I vdeçaj. Selam. Pra shtrohet pyetja, pse Allah subhanahu wa ta'ala pasi mbrojti tokën trupin e tij, pse se mbrojti kur ishte gjallë ai? Thamë se Allahu kur don me zgjidh ndonjëherë ndonjë sahabë, ndonjë njeri, do mi dhon ndonjë fitore, mundet me kona I shihid lloku. Dhe Allahu dëshiron që me po miqtë e tij, se ti japin shpirtrat për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga sa ata janë të cilët thonë se dojnë Allahun, Allahu don ta shoh sinqeritetin e tyre. A janë sinqert këtë fjala apo nuk janë? Allahu don ta shoh sinqeritetin e tij, andaj dëshiron që miku I tij, I dashuri I tij, të jep shpirtin e tij për hir dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe dashurisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pesta ndihma e fundit që vjen Allah subhanahu wa ta'ala që mundet me Allahun besimtarëve është ndihma e bejanit, argumenteve. Allah subhanahu wa ta'ala jep argumente besimtarëve që mos me pas mundësi kafirat me ju kundërvi besimtarëve. Dhe kjo është fitore. Allah thot: "Wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahima." Dhe kjo argumente ja kemi pas dhënë Ibrahimit. Ja kemi pas dhënë Ibrahimit ala qaumi, që të jetë kundër popullit vet. Narfa'u darajatin, kanë dojmë në ngritim disa shkallë. Dhe kjo është fitore. Men nasha'u, kanë dojmë nga njerëzit e tonë, inna rabbaka hakimun alim, nga se Zoti është I butë, I urtë dhe I ditur. Andaj nuk I mejtë besimtarëve dyshojnë ndihmën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndihma e Allahu subhanahu wa ta'ala do të vjen pa dyshim kur njerëzit I plotësojnë kushtet, apo ndihma e parë që ne kemi përmendur në fillim, edhe ajo do t'i vjen besimtarëve, ka mundësi vonohet, mirë po Allahu do ta bjen në atë kohë kur musliman do t'i plotësojnë kushtet e asaj, e që neve nuk na premton koha për me bisedu, për me fol për kushtet të cilat Allahu I kërkon nga ne. Andaj nuk me dyshim, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La taqumu as-sa'a", nuk do të bëhet kiameti, hatta yuqatilu al-muslimun al-yahud, derisa besimtarët do të luftojnë jehudit, fa yaqtuluhum al-muslimun, dhe besimtarët musliman do të mbysin jehudit, hatta yakhtabiu al-yahudiyu, derisa të shehet jehudia pas min mara al-hajar, pas gurit, wash-shajari, dhe pas drunit, fa yaqulu al-hajar, e flet druni, wash-shajar, edhe druni: "Ya muslim, o ti musliman, ya Abdullah, o ti rabi Allah, huna yahudiyun khalfi", kjo është një jehudi pas meje, fa ta'ala faqtulhu, as edhe mbytë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha zawali al-ardha", Allahu ma ka mbledh tokën, "fara'aytu mashariqaha wa magharibaha", dhe pash lindjet e saj dhe perëndimin e saj. "Wa inna ummati", dhe se ummeti im, se yablugu mulkuha, sundimi I ummetit tim do të mrrin ma zuje li minha, nga gjithë ajo tokë që ka mbledh mu. Do me thonë edhe në lindje, edhe në perëndim. Në datë, përfundimisht, ata të cilët dyshojnë ndihmën e Allah subhanahu wa ta'ala, I këshillojmë le të lexojmë këto ajete. Allahu thot:
inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Vërtet na i ndihmojmë dërguarit ton dhe i ndihmojmë aty që kanë besuar në këtë botë dhe në ditën e ahiretit. Po ashtu thot Allah, walaqad arsalna min qablika rusula, na edhe më herët para teje Muhammed kemi dërguar pejgamber ila qaumihim te popujt e tyre, faja'uhum bil bayinati, ju ardhën me argumente, fantaqamna min alladhina فانتقمنا الذين أجرموا ذنا يحكمرنا مسيرة تلت بانن ظلم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ذا بنم أبليجين بيتس فندي من ضيب سنتار فاسوطت يا أيها الذين آمنوا أو يتسلت كني بسوة هل أدلكم على تجارة أدوني تيوتيرغو يوه فني تجارات تنجيكم من عذاب أليم يشبطان قبنيمي إذا مشم تؤمنون بالله ورسوله بسان إن الله نديت دبيغامبر تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لتبتون روبنا الله لفصلين يوا إذا ما بيتنا يوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كاش ما أمير فريونس يؤذني يغفر لكم ذنوبكم الله يقال يوا مقاطة يوا يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ذيشتين الجنات تجري من تحتها الأنهار نسل ريضا لمين ومساكن طيبة ذبين بكرة في جنات عدن جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذكي أشفتيم مئمات وأخرى تحبونها إذن يتيتر تسلني أداني فذاتنا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ديمنا الله ذفتورا نقول نقيم بيت besimtarëve të dëshojnë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që besimtar t'ju ndihmon, dhe besimtar para ndihmës t'ju udhëzon në ato vepra të cilat janë kusht që me zbrit ndihma e Allahut subhanahu wa taala, dhe mos na lënë mbështetjen në durrët e tona asnjë çast, nga se nëse na lënë në durrët e tona mbetemi të humbur. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفلقة الجميع ويا منغصة السرور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفلقة الجميع ويا منغصة السرور. الطف بنا واغفر لنا الطف بنا واغفر لنا أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أثنيت عمرك في الرواح إلى الملائكة